raporti I Gjesit dhe Eglit nuk dihet se si do të përfundojë, që pas rikthimit të Eglit në shtëpinë të famshme, ata të dy vetëm kanë debatuar me tone të larta. Siç e dim tani më, Egli Taku është aktualisht në garë me Lart Vasilin për të siguruar një vend në finalen e këtij edicioni. Gjatë një bisede me Joz Markun, ajo theksoi se nuk ka asnjë problem nëse ndonjëherë është paraqitur keq, duke shtuar se kjo është natyra e saj, me të mirat dhe të këqijat që e karakterizojnë si individ. Ajo vazhdoi të thotë se kjo eksperiencë nuk do të ndryshonte asgjë, pasi për të kanë rëndësi njerëzit që kanë parë të vërtetën, duke kthyer muhabetin gjithnjë tek raporti me Gjestin. Por ditën e djeshme teksa po qëndronin shtriret ato dy, Egli e pyeti Gjestin nëse ai ka ndjenja për të. Unë sa ti nuk kam ndjenja. Ti ke ndjenja shumë për mua dhe këtë e shoh nga veprimet, deklaroi Gjesti, ndërsa Egli ia ktheu, unë jam njeri shumë I mirë, kështu jam dhe me shoqet, duke mos e pranuar akoma që ka rënë në dashuri kokë kam për të, por me sa duket ata kanë nisur të zbusin gjuhën e komunikimit duke bërë deklarata të ndryshme. Pak më vonë, ndërsa ishte në sauna, Egli nuk hezitoi të shprehte ndjenjat. Nuk po them që I fik ndjenjat, ndjej për ty shumë, deklaroi ajo duke u dorëzuar në një farë mënyre në raportin e saj me Gjestin, duke bërë akoma më interesant këtë lidhje. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.